Përplasje e fortë në Big Brother Kosova, Labi dhe Hygerta në një debat të nxehtë për ndjenjat dhe respektin. Shtëpia e Big Brother Kosova shpesh është arena ku emocionet shpërthejnë dhe fjalët marrin peshë më të madhe se çdo strategji. Një nga momentet më të tensionuara të sezonit ndodhi mes Labit dhe Hygertës, një debat që përfshiu ndjenja patriotike, akuzat e hipokrizisë dhe konfrontimin për respektin ndaj sakrificës së të tjerëve. Tensioni filloi kur Labi, me një ton të ashpër dhe të drejtë për drejtë, i tha Hygertës, e ke treguar se nuk ke ndjenja për shqiptarët e Kosovës. Kjo deklaratë ndezi menjëherë reagimin e Hygertës. Ajo nuk e priti këtë akuzë pa përgjigje dhe ju përgjigj me një ton po aq të fortë. Ti je hipokrit. Nuk ke të drejtë të flasësh për këtë. Për të folur për sakrificat e shqiptarëve të Kosovës duhet të flasin ata që kanë luftuar dhe kanë derdhur gjak, jo ti, Barbon Halabak. Fjalët e saj nuk ishin thjesht të ashpra, por një përpjekje për të vendosur kufit e respektit dhe për të mbrojtur dinjitetin e temës që po diskutohej. Debati u bë intensiv, ndërsa banorët e tjerë u mblodhen rreth tyre, disa duke përpiqur të ndërhynin për të qetësuar situatën, ndërsa të tjerë vetëm shikonin me habi tensionin që po rritej nga sekonda në sekondë. Ky moment nuk ishte thjesht një përplasje personale. Ai preku tema shumë të ndjeshme, ndjenja për vendin, respekti për historinë dhe sakrificat e atyre që kanë luftuar, dhe gjithashtu përgjegjësia e fjalëve kur diskutohet mbi tema kaq të rëndësishme. Hygerta u tregua e vendosur dhe e guximshme, duke mos lejuar që akuza e Labit ta intimidonte, ndërsa Labi po përpiqej të impononte mendimin e tij me forcë. Debati u komentua menjëherë nga publiku, duke u bërë viral në rrjetet sociale. Shumë mbështetën Hygertën për guximin dhe vendosmërinë e saj, duke theksuar se tema për ndjenjat kombëtare dhe respektin ndaj sakrificave të atyre që kanë luftuar nuk është thjesht subjekt për diskutim. Të tjerë analizuan reagimin e Lab.